Mirë se erdhët në Baçja Magjike. Sot do të flasim për dy dhurata të çmuara të natyrës, akacian dhe vidhin. Të dyja njihen prej kohësh në mjekësinë popullore dhe përdoren për çajra, ekstrakte apo si bimë zbukuruese. Le të shohim çfarë përmbajnë dhe cilat janë përfitimet e tyre më të njohura. Akacia është një bimë e njohur për lulet e saj aromatike dhe për përdorimet e shumta. Disa lloje të akacias japin edhe fibrën e njohur si goma e akacias, e cila përdoret si suplement ushqimor. Kjo fibër është e pasur me fibra të tretshme dhe shërben si prebiotik, duke ushqyer bakteret e dobishme të zorrëve. Për këtë arsye, mund të ndihmojë në ruajtjen e një mikrobiote të shëndetshme, të përmirësojë tretjen dhe të mbështesë funksionimin normal të zorrëve. Fibrat e akacias mund të ndihmojnë gjithashtu në rritjen e ndjenjës së ngopjes dhe në mbajtjen nën kontroll të niveleve normale të sheqerit dhe kolesterolit në gjak, si pjesë e një diete të ekuilibruar. Lulet e akacias përdoren shpesh për çaj, i cili në traditën popullore konsumohet për efektin qetësues dhe aromën e këndshme. Mjalti i akacias është një nga më të vlerësuarit, falë shijes së butë dhe faktit që kristalizohet më ngadalë se shumë lloje të tjera mjalti. Edhe pse akacia ka shumë përdorime tradicionale, çdo përdorim për qëllime shëndetësore duhet të bëhet me kujdes dhe nëse keni probleme shëndetësore ose merrni medikamente, është mirë të këshilloheni me mjekun. Bima e akacias ndikon edhe në ekosistem. Bletët në kohën e lulëzimit të saj janë vizitore të përhershme. Vidhi është një pemë e njohur që rritet pranë lumeve dhe vendeve me lagështi. Në mjekësinë popullore janë përdorur sidomos lëvorja dhe gjethet e tij. Lëvorja e vidhit përmban salicilin, një përbërës natyror që në organizëm shndërrohet në substanca me veprim të ngjashëm me aspirinën. Për këtë arsye, tradicionalisht është përdorur për të lehtësuar dhimbjet dhe temperaturën. Vidhi përmban edhe antioksidant dhe përbërës bimor që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga stresi oksidativ. Çaji i lëvorës është përdorur prej kohësh në mjekësinë popullore, por nuk është i përshtatshëm për të gjithë. Personat që janë alergjik ndaj aspirinës, ata që përdorin hollues gjaku, gratë shtatzëna ose fëmijët duhet të shmangin përdorimin e tij. Duhet theksuar se nuk duhet ta shmangin plotësisht, por mund ta përdorin duke u këshilluar me mjekun ose me një specialist të shëndetit. Ashtu si shumë bimë të tjera mjekësore, edhe vidhi mund të jetë i dobishëm kur përdoret në mënyrë të arsyeshme dhe me informacion të saktë. Shpresoj që ky informacion t'ju ketë ndihmuar të njihni më mirë akacian dhe vidhin. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni ta pëlqeni, ta shpërndani me miqt dhe të abonoheni në kanalin Baçja Magjike. Shkruani në komente nëse keni përdorur ndonjërin prej këtyre bimëve ose cilën bimë dëshironi të trajtojmë në videon e radhës. Ju faleminderit që më ndiqni.